e fetarëve do të ishte gabim nëse ata e përzin elementin hyjnor të pagabushëm të shejt me elementin historik të ndryshueshëm dhe me mundësi gabimi. Pra, kur e shpjegojmë fen, qartazi duhet ta bëjmë dallimin midis elementit hyjnor statik, i pagabushëm, i shejt, dhe elementit të ndryshueshëm historik. Çfarë do thot elementi i ndryshueshëm historik? Do të thonë përpjekja e çfarë do brezit muslimanëve, në çfarë do veni të botës ta aplikoj dhe ta zbatoj fen. Kjo është një përpjekje e muslimanëve, është një prevojë e një populli kudo në botë, por nuk mund të merret ajo si standard i fetarisë në gjitha kohrat. Thjesht ajo është një prevojë, është për të respektuar, po megjithatë është prevojë njerëzore, është përpjekje njerëzore për ta zbatuar fen. Ndërkaq feja mbetet teksti, shpallja e cila vjen prej Zotit Madhreshëm. Kjo pjesë shpeshherë keq përdoret edhe prej ateistëve, të cilët kur flasin për fen dhe kur fillojnë me i tregu, si më thon, vërejtjet e tyre për fen, shumica absolute e vërejtjeve tyre ka të bëjë me fetarinë e njerëzve, do të thonë me gabimet e mundshme të fetarëve që i kanë bërë gjatë përpjekjes tyre me qenë fetar.